Kjo është shkolla fillore komunale Liria në zonën qendrore të qytetit të Tetovës. Në këtë shkollë, e cila nuk posedon kushtet më të mira të mundshme, mësojnë rreth 1200 nxënës. Për shkak të kushteve në të cilat zhvillohet procesi mësimor, udhëheqësia e kësaj shkolle ka kërkuar nga komuna e Tetovës renovim ose ndërtim të një objekti të ri ku nxënësit do të mund ta zhvillojnë normalisht procesin mësimor. Hasemi me mungesat të hapësirave, duke u bazuar në numrin e madh të nxënësve që kemi. Na duhen hapësira, duke u nisur edhe nga kabinetet. Kabinetin e gjuhëve, kabinetin e biologjisë, kabinetin e kimisë, fizikës, e kështu me radhë. Por gjithashtu kemi edhe mungesë të sallës sportive. Kemi një sallë e cila nuk i plotson kushtet, duke u bazuar edhe një herë të cekin numrin e nxënësve që kemi, nuk i plotson kushtet për të mbajtur një orë mësimore. Siguria e nxënësve është prioriteti ynë kryesor, domethënë që të kemi një shkollë më të sigurt. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, në një përgjigje me shkrim drejtuar kësaj shkolle, thotë se janë parapar mjete në buxhetin e vitit 2026 për rinovim të hapësirave të këtij objekti. Por gjithashtu, gjatë një debati publik për buxhetin e komunës së Tetovës, Kasami tha se po shqyrtohet mundësia për ndërtimin e një objekti shtesë të kësaj shkolle. Është përcaktuar parcela e ndërtimit dhe po përgatitet projekti për të parë se sa nxënës do të mund të dërgohen në objektin e ri, tha Kasami. Ajo që është bërë deri tash është përcaktimi i lokacionit për një objekt shtesë të Lirisë, sepse aty hapësira është e vogël edhe shpërndarja e qytetit në pjesën e poshtme ishte si nevojë. Aty jemi në përgatitje të projektit dhe të shkojmë fazën tjetër pastaj të realizimit të njëjtit, sepse do duhet të shohim sa prej nxënësve nga Liria do mund të shpërndahen të disperzohen në objektin e ri. Thonë lokacioni është i parapam, në plan është përcaktuar parcela për ndërtim, është duke u përgatitur projekti. Nga momenti kur dhe kemi projektin do e dim se për sa nxënës dhe sa mjete na duhen që t'i parashohim dhe ajo do jetë me prioritet në fazën e radhës të qeverisë për thirrje që do të jetë për realizim të këtyre projekteve. Shkolla fillore Liria e filloi punën më 1 mars 1945 me 530 nxënës dhe 8 mësues. Disa herë është rikonstruuar, ndërsa intervenimi më i madh është bërë para disa vitesh kur u rregullua çatia e shkollës.